Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, pas humbjes në zgjedhjet e 11 majit, zhvilloi mbrëmjen e së mërkurës një mbledhje me drejtuesit politik në Qarqe. Berisha akuzoi kryeministrin Rama se i grabiti hapur zgjedhjet. Këto banda kanë vepruar në 10 qarqe të vendit dhe në mbi 20 bashkime detyrën për të mbështetur dhe sjell në parlament 30 kandidat të Partisë Socialiste, tha Berisha. Një falënderim për gjithë strukturat e angazhuara në këtë proces, i cili pati si rezultat final plaçkitjen, grabitjen më të madhe të votës në historinë 33 vjeçare të pluralizmit politik shqiptar. Në këto zgjedhje u faktua në mënyrën më të pakundërshtueshme se sa më i madh vjedhja dhe korrupsioni, aq më shumë ato shndrohen në votë dhe pas tyre vota në krim. Pra, rrethi vicioz i krijuar në këtë narkoshtet, që krimi shndrohet në votë dhe vota shndrohet në krim, pati në këto zgjedhje proporcione të papara ndonjëherë më parë. Regjimi që grabiti zgjedhjet e 2025-11 majit nuk e bëri këtë fshehtas. Ai e bëri këtë publikisht duke përdorur për këtë qëllim të gjithë potencialin e narkoshtetit me vendime qeverie. Pra, ai shpërndau dhurat për votë 70 milion euro 760.000 pensionistëve, të cilët në hartën aktuale elektorale përbëjnë 48% të zgjedhësve të votuesve në Shqipëri.